Përshëndetje zotë Limani. Ke mundësi të na përshkruash biografinë tënde në pak fjalë? Po, unë jam Agron Limani, i lindur me 15 dhjetor të vitin 1966 në Krusht të Vogël. Jam njëri nga 5 fëmijët e Nebia dhe Kimet e Limanit. Ne kemi qenë 4 vëllezër dhe 1 motër. Shkollën fillore 8 vjeçare e kam kryer në Krusht të Madhe, 2 vitet e para të shkollës së mesme në Tiranë, kurse vitin e 3 dhe 4 kam kryer në gjimnazin matematikor në Prizren. Pastaj kam vazhduar në fakultetin elektroteknik në Prishtinë. Cila ishte jeta juaj gjatë viteve 90-ta? Po jeta jonë, sikurse jeta e shumicës së shqiptarëve ishte jetë relativisht e vështirë. Ne patëm, themi, fatin apo fatkeqësinë të përballemi me disa kufizime, respektivisht disa përpjekje të mohimit të drejtave shqiptarëve, kryesisht ka fundi i viteve të 80-ta. Ne ishim dëshmitar kur në mars të vitit 1989 Serbia imponoi dhunshëm suprimimin e autonomisë së Kosovës, me çrast edhe ajo pak autonomi që gëzonte në atë kohë Kosova, u suprimua me tankse, u suprimua me dhunë përkundër rezistencës së madhe të popullit shqiptar, përkundër protestës dhe kundërshtimit të madh të popullit shqiptar të Kosovës. Megjithatë, kjo nuk dha ndonjë fryt në atë kohë. Mund të na flasësh për pjesëmarrjen tuaj në UÇK? Po. Pjesëmarrjes time në Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës i paraprin disa ngjarje që kanë ndodhur në fshat dhe më gjerë. Siç e ceka më herët, më 23 mars të vitit 1989, Kosovës ju suprimua apo ju anulua autonomia e Kosovës. Me atë rast, në fshatin tonë ndodhen, themi, disa ndryshime radikale. Sa për informim, fshati Krusht e Vogël është përbërë prej rreth 850 banorëve shqiptar, rreth 150 banorëve serb dhe rreth 15 banorëve rom. Dhe raportet në vitet 80-ta mes shumicës shqiptare dhe pakicës serbe kanë qenë relativisht normale. Mirë po, pas suprimimit të autonomisë së Kosovës në mars të vitit 1989, gjithçka ndryshoi. Ndryshoi sjellja e serbëve lokal në raport me shumicën shqiptare. Serbët u furnizuan me lloje të ndryshme të armëve. Serbët lokal, pra serbët e këtij fshati, vazhdonin ushtrime të ndryshme ushtarake, përgatiteshin. Serbët e këtij fshati pastaj në vitet 90-ta morën pjesë në luftat në ish Jugosllavi, në Bosnë dhe në Kroaci, dhe përgatiteshin dhe provokonin çdo ditë ish fqinjet e tyre shqiptar. Ishte e pamundur në Krusht të Vogël të mos përjetoje, të mos provoje provokacione të ndryshme nga ana pakicës serbe. Pothuajse çdo ditë e çdo natë ata shtenin me lloje të ndryshme të armëve që ishin furnizuar pa mazë nga policia dhe ushtria serbe, ishte bërë ferr për familjet shqiptare, sidomos për gratë dhe fëmijët e vegjël. Mesazhi apo porosia atyre ishte se këtu nuk ka vend për të dy kombët, për dy nacionalitetet. Pra ishte e pamundur në emër të atyre organizimeve gjoja shoqërore që i banin të mos shtinin vazhdimisht me lloje të ndryshme të armëve, të mos kërcënonin e kështu me radhë. Në emër të sigurisë të atyre 150 serbëve lokal, ata kishin ftuar një grup policësh të MUP-it të Serbisë, të cilët ishin përqendruar në mes të fshatit, e kishin bërë, themi, kishin improvisuar një lloj punkti policisë serbe dhe ishte e pamundur të mos maltretoheshin, të mos fyeshin, të mos nënçmoheshin, të mos keq trajtoheshin banorët shqiptar të Krushtës së Vogël. Pra jeta ishte bërë e tmerrshme, e padurueshme e banorëve shqiptar të Krushtës së Vogël si pasojë e sjelljes agresive të serbëve lokal dhe atyre që kishin ardhur t'ju ndihmojnë.
kjo jetë ishte bërë e padurueshme për faktin se nuk zgjodhin mjete, nuk ndaleshin në këtë lloj veprimtarie antishqiptare. Unë duhet të cekja edhe një fakt tjetër, për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, për shkak të përjashtimit të numrit të madh të punëtorëve, largimit të numrit të madh të punëtorëve nga vendet e tyre të punës, për shkak të varfërisë që na kaploi neve si familje dhe varfëria e cila i kaploi shumicën shqiptare si pasojë e largimit dhe kufizimeve të tjera të familjeve shqiptare, unë pata provuar të emigroj në shtetet perëndimore. Por është interesant fakti që pothuajse disa ditë para se të nisëm për Gjermani, takohem me profesor Këshinhotin. Profesor Këshinhoti ka qenë shok shkolle me babin tim, me Nepion, dhe më thotë që nesër do të shkoj në Prishtinë për të vizituar grevistët të cilët protestonin kundër mbylljes së mediave shqipe në Pallatin e Shtypit, ashtu quhen atë kohë, Pallati i Shtypit Rilindja, e cila grev u udhëhiqe prej Bashsadem, pra Adem Demaçit. Dhe unë me kënaqësi pranova ofertën e profesor Këshinhotit dhe të nesërm shkuam, ka qenë maj i vitit 1993, shkuam i vizituam në fakt grevistët dhe vizituam Basen Adem, dhe në kthim e sipër profesor Këshinhoti propozoi të shkonte deri në Çikatov të re, një fshat i Drenasit, dhe ta vizitonte një ish shok të tij të burgut, Halil Kuliçin, të cilin serbët e kishin rrarë për vdekje në emër të preteksteve që ata gjinin. Në shkurje sipër na ndalën në stacionin e policisë në Drenas, na futën në stacion policor pas një shkas, pastaj në stacion së pari më torturuan mu, pa asnjë arsye, e vetmi arsye ishte që isha shqiptar, ndërsa pasi na liruan nga stacioni policor, neve na shoqëronte një autoblind serbe disa qindra metra, dhe pastaj na ndalën te një punkt i policisë, ishte rreth orës 8:30-9 mbrëmjes, dhe aty na rrahën për vdekje, mu dhe profesorin. Na rrahën, të themi ndoshta një shtazarake është shprehje e butë, karshi torturave që bën një grup i policëve serb ndaj profesorit dhe ndaj meje. Na thyen brinjët, mua më kanë dëmtuar boshtin korrizor, dhe pastaj, pasi na lëshuan, kujtohet një thënie e profesorit të nderuar, profesorit të ndjer për fat keq, cili tha kështu: Agron, Serbia do të humbë. Kur nuk do të lejojmë që fashizmi serb të pengoj aspiratat e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Dhe në kthim e sipër prej Drenasit, në Raovec, na ndalën pastaj po ashtu policia serbe, na dërguan në stacionin policor në Raovec, dhe aty ju kërcënuan profesorit të ndjer përsëri, duke e fyer, duke e sharë, duke i thënë se ti je armik i Serbisë, dhe nëse të fusim edhe njërë në dorë, nuk do të lëmë gjallë, pra nuk do shpëton i gjallë. Pra kjo ishte një lloj themi para kushtit, krijimit kushteve për të inkuadruar në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Edhe pse kisha nxjerrur biletën për të shkuar për Gjermani, brenda 2-3 ditë, e kam krisur biletën dhe u pata besatu, të themi kështu, që cili do që lufton kundër Serbisë, unë do të jem krah atyre. Pra, edhe pse pas 3 ditësh kisha për të nisur për Gjermani, e anullova atë takim, dhe në nëntor të vitin 1997, së bashku me disa shok të LPK-s,
Sokol Hazirin, Muharrem Dinën, Sevedin Krasniqin, pastaj Sokol Bashotën, me të ndjerin Ymer Krasniqin, Skender Krasniqin, Gani Krasniqin, kështu me radhë, e patëm mbajtur takimin e parë të UÇK-s në Malishe, në cilin takim filluam përgatitemi natyrisht për luftë shërbimtare. Pra, ishin një seri maltretimesh, torturimesh që shteti serb i prirë nga Miloševići i bënte ndaj shqiptarëve, që neve na u imponua lufta kundër ushtrisë dhe policisë serbe. Shqiptarët kishin provuar disa vite përmes opsionit paqësor, shqiptarët kishin provuar përmes dialogut, përmes mjeteve të ndryshme politike, ta zgjidhin problemin e Kosovës, mirë po Serbia nuk e kuptonte gjuhën e paqes, Serbia nuk i kuptonte mjetet politike përmes të cilës do të zgjidhej problemi i Kosovës. Unë desha të cekja edhe këtë, në fakt në vazhdim e sipër, kur filloi lufta, së pari kam qenë në brigadën 124, në fakt së pari deri në fund brigadën 124, e cila Selin e ka pas në Drenovc të Raovesit, pastaj në reti të Raovesit po ashtu. Dua të cekë një fakt që me 3 shkurt të vitit 1999 më lind djali im i parë Ermali. Dhe unë atë kohë isha me shërbim pranë brigadës 124 Gani Pacharizi në reti të Raovesit. Dhe me 23 mars të vitit 1999, vi fshehtas në mbrëmje në shtëpinë time në Krushtë të Vogël. Duhej fshehtas për faktin se kishte serb të cilët ishin të armatosur, të cilët kishin sjellur forca policore në fshat, prandaj Ermali im kishte në atë kohë 6 javësh. Erdha ta vizitoj fshehtas, me synim që të kthehem pastaj fshehtas përsëri, të nesërmen natën. Por me 24 mars të vitit 1999, fillojnë sulmet ajrore të NATO-s mbi caqet ushtarake dhe policore serbe. Ishte një moment gëzimi, por ishte në të njëjtën kohë një moment frike për fakti se serbët kishin paralajmëruar nëse NATO-ja sulmon Serbinë, ata do të hakmerreshin ndaj civilëve shqiptarë, ndaj shqiptarëve. Kur thuaj ndaj shqiptarëve, në fakt ata lodonin ndaj njerëzve të pambrojtur dhe të pa armatosur. Në mëngjesin e 25 marsit të vitit 1995, rreth orës 5 të mëngjesit, forca të shumta policore përqendrohen në magjistralen Prizren Gjakov, respektivisht përballë fshatit ton Krushtë e Vogël. Kishin ardhur forca të ndryshme me makineri të ndryshme. Dhe duke parë një gjendje të tillë, popullata shqiptare e Krushës së Vogël fillon t'i lëshojnë, fillon t'i braktisë shtëpitë e tyre. Në fakt, mbas themi gjysmë ore, dëgjohen disa të shtëna nga familjet serbe, të cilat shtëna ishin sinjal për forcat policore të marshojnë në drejtim të fshatit. Uli ju lutem, mund të ulesh ndoshta. Edhe ky marshim bëri që me të madhe familjet shqiptare t'i braktisin shtëpitë e tyre. Çka ndodh? Komplet popullata shqiptare zhvendosën të themi rreth 500 metra në periferitë e fshatit. Thënë të drejtën, atë kohë kjo popullat mendonte që forcat policore serbe kanë hyrë për të plaçitur dhe pasi ta kryenin plashkën e tyre, ata do të largoheshin dhe familjet do të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Por nuk ndodhi ashtu. Kisha një parandjenjë që banorëve të fshatit tim do t'i ndodhë një keqe jashtëzakonisht e madhe.
ishte një parandjen e cila i referohej disa ngjarjeve tragjike të cilat kishin ndodhur muaj më parë në Kosovë. Ishte rasti i Reçakut, i cili kishte ndodhur me 15 janar të atij viti, ishte rasti në Rogov të Hasit dhe ishin shumë raste të tjera të freskëta ku serbët kishin shkaktuar fatkeqësira e tragjedira mbi popullatën civile shqiptare. Mendoja që popullata civile duhej tërhequr nga fshati, respektivisht në radhë parë mendoja që të rinjët, të cilat do të mund të ishin cak i sulmit të forcave serbe, ata do duhej të largoheshin. Për këtë qëllim, nga periferia e fshatit, një lugin që ishte në periferi të fshatit Krushë e Vogël, para se të bëj thirrje për tërheqjen e të rinjëm nga fshati, kam shkuar rreth 1 kilometër gjysmë apo 2 në pozicionet e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, pra pozicionet e tek shokët e mi, dhe për të siguruar një shtek tërheqje, sepse ideja ishte kur ti thras për t'i tërhequr, mos po bin në prit, në fakt po synoj për t'i shpëtuar, por në fakt po ndodhe e kundërta, jo sjellë fatkeqësinë. Pasi e kam siguruar një shtek tërheqje, themi në rrethana të tilla çfarë mund të siguroj, kam ardhur te popullata në atë lugin ku ishte e përshëndruar rreth 700 persona, edhe i kam thënë kështu. Të nderuar banor, ju e dini që unë jam pjesëtar i ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Rastësisht kam shëlluar shtëpi. Për 2 arsye, unë duhet kthehem në njësitë e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Së pari është obligimi im moral dhe kombëtar të jem atje në vijë të frontit, por edhe prezenca ime mund të jetë pretekst që ju të shndrojeni cak sulmit të forcave serbe. Por unë kam një propozim. Mendoj që të rinjët e fshatit ton duhet të largohen nga kjo turp. Duhet të largohen për faktin se sikur të ishim sigurt, ne do të shndronim nëpër shtëpitë tona. Fakti që s'kemi qenë sigurt, i kemi lëshuar shtëpitë. Prandaj distanca për 500 metrash nga shtëpitë tona nuk është ndonjë siguri e lakmueshme. I kam thënë edhe një herë të ri, kur për streti kam bërë thirrje, kam apeluar që të rinjët të vinë me mu, të largohen. Disa prej atyre që kanë qenë prezent, që për fat keq tani nuk janë në mesin e të gjallëve, thonë po, ne jemi civil, ne jemi të paarmatosur, ne jemi me gra, me fëmijë, me gra 7 zëna, me nuse, me foshnje. Pse duhet jemi ne cakti sulmit të forcave serbe, kur ne nuk paraqesim asnjë lloj rreziku për askë? Jo kam kundërpërgjigj për faktin që ju duhet ta kuptoni një fakt që serbët tradicionalisht kanë sulmuar popullatën civile. Serbët tradicionalisht kanë sulmuar njerëzit e paarmatosur dhe të pambrojtur. Prandaj mendoj që është mirë të largohemi, në fakt së paku të rinjët të largohen dhe më shoqërojnë mua. Ishte e kot për faktin që vërtet nuk ishin faj, sepse ishin me gra, me fëmijë, me gra 7 zona, me pleq, me plaka, dhe prej asaj turme vetëm 6 persona erdhen me mua, të cilët deri në përfundim të luftës i mbijetuan luftës. Është interesant që kur jam larguar rreth, themi 200-300 metra apo 500 metra prej asaj turme, banor në fakt, serbët dhe të kishin filluar, serbët lokal, ndihmuar nga policia serbe, kishin filluar t'i plaçkitin shtëpitë e shqiptarëve dhe kishin filluar t'i diqnin ato. Ne pastaj u sistemuam natyrisht në njësitë tona të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, por themi mbas një
2-3 jave dëgjuam lajmet e para sa i përket fatit, respektivisht fatkeqësisë së Krushës së Vogël. Kujtohet kemi qenë në fshatin Kravasari dhe përmes një radiotranzistorit vogël ishim disa ushtarë nga fshati Krushë e Vogël, kur dëgjuam për herë të parë një rrëfim nga një i mbijetuar i një masakri që kishte ndodhur. Ai quhej Mehmet Krasniqi, i cili kishte arritur të dilte nga ajo lloj gjaku, nga ajo masakër që kishte ndodhur, dhe thoshte se mbi 100 shqiptar ishin vrarë në Krushën e Vogël. Nuk besonim atë që dëgjonim, dhe kur u disa herë përsëritën disa radiostacione në atë kohë, sikurse Zëri i Amerikës o Deutsche Welle kështu, ishte një trishtimi i papar për ne ish ushtarët që vinim nga fshati Krushë e Vogël. Do thonë mbi 100 civil shqiptar ishin vrarë. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës vazhdoi deri në komunën Prizrenit deri me 12 qershor të vitit 1999, pastaj me 13 qershor në fakt u shirua Prizreni komplet, dhe kur nuk i harroj ato momente kur komplet popullata thjesht në një mënyrë e bunkerizuar, popullata i cila ishte fshehur në përbodrumet Prizrenit, delnin, qalën nga gëzimi, nuk ju besonin syve të tyre se vërtet janë të lirë, se vërtet janë të pa cenueshëm nga forcat serbe, qeshtin, vallëzonin, këndonin. Por ne disa ish ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, rreth 15 që vinim nga fshati Krushë e Vogël, kishim mbet si të mirë për faktin nuk dinin a të gëzoheshim, të qeshtim apo të çalim. Kishim frikë të vinim në fshatin ton, të lindjes në fshatin, ku kishim kaluar dekadat e tëra, sepse informacioni që ishim marrë për radiostacioneve të ndryshme që përshkruante një masakër të tillë na frenonte, na dekurajonte të vinim në fshat. Dhe nëse nuk gaboj me 14 qershor të nesërmën, morëm guximin dhe u kthyem në fshat. Dhe ç'të shohësh në fshat? Një tmerr, një gjendje e mjerueshme, një shkretëtir, të gjitha shtëpitë shqiptare ishin plaçkitur së pari dhe pastaj ishin ndjekur. Nga 125 shtëpi shqiptare, vetëm 8 shtëpi ishin kursyer dhe nuk ishin ndjekur, kurse të gjitha tjerat ishin shkatruar e djegur. Asnjë shtëpi serbe rreth atyre sa familje kanë qenë rreth 25 apo 30, asnjë shtëpi serbe nuk ishte dëmtuar apo demoluar. Të gjitha ato kishin qenë të mbushura me gjësende që ishin plaçkitur nga shtëpitë shqiptare që më pastaj ishin ndjekur. Ishte rronoj, ishte një pamje që mendja e njeriut normal nuk mund ta përshkruajë. Dhe fshati ishte mbushur me kafshë të ngordhura të cilat serbët i kishin vrarë. Fshati dukej sikurse ajo pamja e Hiroshimës dhe Nagasakit kur janë hudhur bombat atomike, domethënë gjithçka ishte në pluhur dhe hi fal veprimeve të ish-fqinjeve tanë serb. Pastaj filluan të ktheheshin edhe familjet e para të fshatit nga Shqipëria, pasi që komplet ata ishin larguar, ajo pjesë e popullatës ishin larguar, në fakt gra dhe fëmijë ishin larguar për Shqipëri.
Ne disa ish ushtarë që kemi qenë Kosovë, pastaj morëm informacione për familjet tona ku janë të përqendruara, ku janë të vendosura në fakt në Shqipëri. Unë së bashku me djalin e Axhës, Sokolin, shkuam në Elbasan, atje takuam familjet tona. Ishte një moment jashtëzakonisht prekës, pikëllues, për faktin se ata pritnin se ne do t'i ofrojmë ndonjë informacion për 4 anëtarët e familjes tonë që i kishim lënë, faktikisht. Për babën, për vllahun, për artën e djalin e Axhës. Ashtë sa ishte momente gëzimi kur u takuam, ishte momente hidhrimi, pikëllimi për faktin që nuk ju sollëm ndonjë informacion shpresëdhënës se të 4 ishin mesin të gjallëve. Pas sa kohësh u kthyen edhe ata të cilët kishte dashur fati dhe kishin shpëtuar nga masakra. Në fakt, çka kishte ndodhur pasi unë së bashku me 6 të tjerët që pranuan vinë me mua, çka kishte ndodhur? Në mbrëmjen e 25 marsit, për shkak të kohës së ftoftë, për shkak se në popullat kishte mjaft fëmijë të vegjël, kishte foshnje, kishte gra shtatzane, kishte plaka e pleq, popullata e fshatit ishte vendosur në disa shtëpi periferike, respektivisht ishte vendosur tek shtëpitë e Sedi Batushës. Me 26 mars të nesërmën, rreth mesditës, ato shtëpi rrethohen prej serbëve të Krushës së Vogël dhe policëve që kishin ardhur në ndihmë këtyre. Dhe i urdhërojnë të ndahen meshkujt nga femrat. I urdhërojnë të ndahen fëmijët 12-13 vjeçar deri në moshën më të shtyr nga nënat e tyre, nga motrat e tyre, nga të afërmit e tyre. Dhe pasi i kërcënojnë dhe urdhërojnë gratë dhe fëmijët e moshës nën 12 vjeç të nisen për Shqipëri, pjesën tjetër, mbi 100 persona, së pari detyrojnë të zbrazin gjithçka që kishin në xhepat e tyre. Ju marrin pra të hollat, ju marrin dokumentat, çelësat e automjetit kështu me radhë. Pastaj atë turm mbi 100 persona, respektivisht 109 persona, i marrin dhe i dërgojnë rreth 100 metra më tutje në një shtëpi përdhese e cila përbëhet nga 2 dhoma dhe një korridor. I fusin aty, i mbajnë të rrethuar disa kohë me qëllim që mos të ikin dhe pas një kohe mbi ata shkrepin armë të ndryshme duke filluar prej automatik, mitraillez e kështu me radhë. Dëshmitarët të cilat kanë arritur të shpëtojnë nga kjo masakër, pra 6 prej tyre, tregojnë që shumica prej tyre kanë qenë plagosur. Dhe një pakicë kanë qenë, themi, në fazën parë të vrarë. Dhe ashtu të plagosur, tha, hynin serbët e Krushës Vogël, dhe të cilët emrat e tyre serbëve janë të evidentuar në këtë libër. Pra, libri Fshati i Vrarë është monografi e cila përshkruan masakrën më të madhe në Kosovë, masakrën Krushës Vogël, dhe emrat e atyre që kanë bërë krim, që kanë kryer masakrën, janë të evidentuar në këtë libër. Libri është në version shqip dhe në versionin anglisht. Dhe dua të thekë që ky libër është regjistruar në British Library në Londër, në të 2 gjuhët. Dhe thonë, pasi gjuajtën me armë të ndryshme,
dhe shumica prej atyre ishin të plagosur, pastaj e kanë hedhur një lloj materie e cila është shndruar në flak. Dhe aty një numër i konsiderueshëm i të ndjerëve kanë dhënë shpirt, kanë vdekur prej flakëve, prej zjarrit në fakt. Po them në libro janë në detajet përshkruara ai tmerr që kanë përjetuar ajo turmë e madhe njerëzish. Nga 109 persona që janë futur aty, 6 kanë arritur të largohen. Fati ka dashur që ata 6 janë informator të atij krimi monstruos që kanë kryer serbët lokal. Dhe për fat të tillë të 6-it pastaj kanë arritur të dalin në Shqipëri dhe faktikisht të mbijetojnë. Pra, nga 109 persona, 103 persona janë vrarë aty. Në mesin atyre personave të vrarë kanë qenë edhe babai im, ka qenë vllau im, 22 vjeçar, djali i axhës tim i hendikepuar apo invalid, dhe axha im 70 vjeçar. Dhe çka është më e keqja, për të krijuar përshtypje se tërë ajo masakër është rezultati i sulmeve ajrore të NATO-s, serbët lokal, kur po them serbët lokal, po i referohem përsëri librit që janë të cekur me emra konkret, me emra të përveçshëm. Në vendin kur shkruaj ajo masakër, kanë përdorur buldozer, kanë marrë komplet shtëpinë, e kanë demoluar dhe kanë hedhur në lumin Drini i Bardh, i cili është rreth 1 kilometër nga fshati. Dhe aty i kanë bërë 2 gropa të mëdha për të krijuar përshtypja se kjo është si rezultati i sulmeve ajrore të NATO-s. Një ditë më parë, me 25 mars, serbët kanë vrarë edhe 9 të tjerë. Pra me 26 vrasin 103, ndërsa me 25 mars vrasin 9 persona tjerë, të cilët nuk i kishin lëshuar shtëpitë, nuk u nisur për fakti që ishin civil dhe nuk i kishin bërë askujt asnjë të keqe. Pra për 2 ditë vritën 112 persona. Kur përfundon lufta, respektivisht kur ata që kishin kryer këtë krim ishin larguar për Serbi, por para se largoheshin kishin vendosur mjete shpërthyese dhe për fat të keq disa fëmijë, 3 fëmijë hasin në ato mina dhe 2 prej tyre vdesin, ndërsa njerit i është këputur këmba. Mesin e tyre është edhe një fëmijë 12 vjeçar nga Krusha e vogël dhe 2 fëmijë të tjerë nga Pirana, njëri vdes, tjetrit janë amputuar këmba. Dhe numri i viktimave civile arrin në 113. Pra, fatkeqësia apo tragjedia e Krushës së vogël arrin shifrën prej 113 personash civil të vrarë. Serbët, përveç që i privuan nga drejta për të jetuar, ata ndërmorën edhe një veprim tjetër më monstruos. Komplet këto okupoma i hudhën në lumin Drini i Bardh dhe thot i privuan edhe nga drejta që të kenë një varë të njerët. Që nga marsi i vitit 1999, Xherri Matani, që në këtë kohë kur jap këtë intervistë, nga 113 persona, vetëm 52 janë gjetur, identifikuar dhe rivarrosur, ndërsa ende 61 persona figurojnë si persona të zhdukur. Mesin e tyre dhe 3 anëtarë të familjes time ende figurojnë si persona të zhdukur. Ky afërsisht është bilanci i një dhurate që e kemi nga ish-fqinët tanë serb, të cilët kanë ikur në Serbi dhe të cilët atje paraqiten sigurisht se refugjat e gjërat e tilla.